Gjarpri në gjumë, çfarë fshihet pas ëndrave që na trëmbin? Ke hapur syt me njëherë, zemra të rritë e shpejt, frymarrja e rënd. Gjumi kishte ikur, por imazhi mbeti. Një gjarpër, një akrep, diçka që të ndoqi, të kafshoi, të trembi. Dhe pyetja e parë që të erdhi, çfarë do të thotë kjo? Njeriu ka pasur gjithmonë marrëdhënie të veçantë me ëndrrën, që nga kohët e lashta, civilizimet e mëdha, mbretërit, filozofët, të gjithë kanë parë ëndrrën si mesazh, si dritare drejt të fshehtës. Por vetëm Islami e ka dhënë kornizën e plotë, të saktë dhe të ekuilibruar për të kuptuar atë që shohim gjatë gjumit. Para se të flasim për gjarprin të akrepin, duhet të kuptojmë një parim themelor. Profeti alayhis salam na mësoi se ëndrat janë 3 llojesh. I pari, ëndra e mirë nga Allahu, e qartë, e bukur, lë paqe në zemër. I dyti, ëndra nga shejtani, ajo që të merron, shqetëson, ngjall frikë dhe trishtim. I treti, ëndra nga vetja, nga mendimet e ditës, nga shqetësimet, nga ajo që njeriu mendon shumë gjatë zgjimit. Profeti alayhis salam tha: ëndra e mirë është nga Allahu dhe ëndra e keqe është nga shejtani. Kur dikush prej ju sheh ëndrën që e pëlqen, le të falenderojë Allahun. Kur sheh atë që nuk e pëlqen, le të kërkojë mbrojtje nga shejtani dhe nga e keqja e asaj ëndre, dhe të mos i tregojë askujt, dhe ajo nuk do t'i dëmtojë. Gjarpri është ndër krijesat më të përmendura në komentimet e ëndrave islame, dhe arsyeja nuk është rastësi. Gjarpri ka simbolik të thellë që nga historia e Ademit dhe Havas, nga sprovat e profetëve, nga natyra e vetë krijesës. Imam Ibn Sirin, dietari më i madh i komentimit të ëndrave në historinë islame, i cili jetoi në shekullin e parë Hijri, ka lënë analizë të detajuar. Gjarpri në ëndër në përgjithësi simbolizon armikun. Sa më i madh gjarpri, aq më i fuqishëm armiku. Nëse e vret gjarpri në ëndër, fiton mbi armikun tënd. Nëse të kafshon, armiku të dëmton. Por Ibn Sirin shkon më thellë, dhe kjo është urtësia e komentimit islamik. Konteksti ndryshon gjithçka. Nëse gjarpri është i zi dhe i madh, mund të simbolizojë armik të fuqishëm ose sprov të rënd që po vjen. Nëse gjarpri është i vogël, armik i dobët ose shqetësim i vogël. Nëse gjarpri flet me ty dhe nuk të dëmton, mund të simbolizojë njeri të afërt që fsheh armiqësi, por nuk ka fuqi të dëmtojë. Nëse e mban gjarprin në dorë pa frikë, shenjë fuqisë dhe kontrollit mbi situatën. Nëse ik nga gjarpri me frikë, mund të simbolizojë frikë të brendshme ose shmangjen e një sfide të rëndësishme në jetë. Imam Ibn Qayyim el-Jawziyje shton në veprën e tij: gjarpri shpesh simbolizon gruan e ligë, armikun e fshehur, ose dikën nga familja apo mjedisi i afërt që ka zili ose urrëtie të fshehur. Por kjo nuk është rregull absolut. Komenti i ëndrës ndryshon sipas gjendjes së shikuesit, kohës dhe detajeve të tjera. Akrepi, pickimi që lë shenjë. Nëse gjarpri simbolizon armikun e hapur, akrepi ka simbolikën e tij të veçantë. Ibn Sirin komenton: akrepi në ëndër zakonisht simbolizon njeriu e keq që flet keq për ty, që të dëmton me fjalë, jo me forcë. Është armiku i vogël, por i helmshëm, ai që buzëqesh para teje dhe flet keq pas shpine. Nëse akrepi të pickojë në ëndër, dikush në mjedisin tënd të afërt po të dëmton me fjalë, me intriga, me gënjeshtra. Nëse e vrave akrepin, do të fitosh mbi atë person dhe do të dalësh fitimtar. Nëse shumë akrep të rrethojnë, mund të simbolizojë mjedis toksik, njerëz negativ rreth teje, situatë që kërkon largim dhe kujdes. Çfarë duhet të bëjë muslimani kur sheh ëndër të tillë? Profeti alayhis salam na la udhëzim të qartë dhe praktik. Kur sheh ëndër që të tremb, bëj këto 4 gjëra. E para, thuaj me një herë: kërkoj mbrojtje te Allahu nga shejtani i mallkuar. E dyta, pështyl lehtë 3 herë nga e majta. E treta, ktheu në anën tjetër kur fle. E katërta, mos ja trego askujt. Profeti alayhis salam tha: kur dikush prej jush sheh ëndër që nuk e pëlqen, le të pështyjë nga e majta 3 herë dhe le të kërkoj mbrojtje nga shejtani. Ajo ëndër nuk do t'i dëmtojë. Dhe dietarët theksojnë një parim të rëndësishëm: ëndra e keqe nuk është paracaktim, nuk është vendimi i Allahut, nuk është e pashmangshme. Është thjesht ose nga shejtani që dëshiron të trembë besimtarin, ose nga mendimet e vet njeriut, ose shenjë që kërkon kujdes dhe lutje. A duhet mbështetemi tek ëndrat? Këtu Islami është i qartë dhe i ekuilibruar. Imam Ibn Qayyim shkruan: ëndrat e mira janë lajmëtare të gëzueshme, por besimtari nuk i ndërton vendimet e mëdha të jetës mbi ëndra.
vendos me istihare, me këshill, me logjik dhe me mbështetje tek Allahu. Sheikh Ibn Uthaymin, dietar i madh bashkohor thekson, shumë njerëz gabojnë kur i japin ëndrave më shumë rëndësi se sa meritojnë. Disa ndryshojnë jeta, ndajnë familje, braktisin punën, vetëm për shkak të një ëndre. Kjo është gabim i madh. Ëndra nuk është shpallje, është vetëm njëra nga shumë gjëra që duhet merren parasysh. Allahu thotë në Kur'an: "Dhe tek ai janë çelësat e të fshehtës, nuk i di ato askush përveç ti." Surja 9:59. E ardhmja, e jotja dhe e të gjithëve është tek Allahu, jo tek ëndra, jo tek shenjat, jo tek frika e natës. Muslimani që fle me abdes, që thotë duat e gjumit, që kujton Allahun para se të mbyll syt, është në mbrojtjen e Allahut. Profeti alayhis salam na mësoi: kush thot para gjumit, me emrin tënd, o Allah, jetoj, dhe me emrin tënd vdes, Allahu e ruan atë natë. Gjarpri në ëndër nuk të mund dot nëse zgjohesh dhe thua: kërkoj mbrojtje te Allahu nga shejtani i mallkuar. Akrepi i ëndrës nuk ka helm kundër lutjes së mëngjesit. Ëndrat janë dritare, jo dyer. Mund të shikosh nëpër to, por jeta ndërtohet jashtë tyre, ndërtohet me namaz, me punë të ndershme, me mbështetje tek Allahu. Dhe kur natën të shohësh gjarprin ose akrepin, mos u tremb. Ktheu nga e majta, pështyr lehtë, thuaj emrin e Allahut dhe dije: ai që të ruan ditën, të ruan edhe natën.